Vej për lirinë është i gatshëm çdo herë, sikur në stadium ku të luajmë futboll, si mrena, si jashtë, jam i gatshëm të udhtoj me ta me gjithë shok, me mundësitë tona që i kemi, me topona, me të bojmë atmosferën, dhe të jemi kënaqur sikur litarë. Sonte këtu e kemi një darkë, jemi ardhur të ndihmojmë, të kontribuojmë për ta, të falenderojmë të gjithë mysafirët që janë ardhur, vazhdojnë më konë gjithmonë me neve, gjithmonë me FC Ilirinë, fillojmë vullnet e të ecim secilëherë përpara. Faleminderit për ftesën, na kemi raporte shumë mira me ekimin dhe ndër klubet. Klubi më i afërt është Iliria Pajernit, ai jemi Dardania Llozon, edhe kemi bashkëpunim shumë mirë fill, edhe kemi lojë shpesh mes vete, bëjmë lojë miqësore, po edhe në gjatë kampionatit kemi edhe ka ndodhur shpesh herë kemi lojë me ta, edhe i kemi kryetarët e klubeve që janë Dardania dhe Iliria, e kemi një bashkëpunim të mirë fill të rregullt. Ndihmojmë sikur sonte, për shembull që kemi darkën është një mbrëmje që i ndihmon klubit Iliria të Pajernit, edhe kemi nga zona gjitha rrethet që vinë dhe gjithmonë jemi të organizuar për të ndihmojmë klubeve, djemve ton. Mas pari është Shqiporia që ne do të punojmë për flamurin ton, për gjonat që na përkasin rinia jonë të jetë e bashkume, edhe të punojmë së bashku që rinë ton ta kemi gjithmonë me sportet të mirë. Kjo është sporti shqiptar në diasporë, edhe flasim në kantonin e Vaudit. Edhe është problemi që këtu janë do djem, është visari, mos t'i japi blerimi, ka shumë mos t'i japi me amra, janë djem që punojnë shumë. I kemi sponsorat tonë që janë gjithë që i ndihmojnë klubit. Jemi shumë mirënjohës për gjithë sponsorat e Ilirisë, Dardanisë, pa marrë parasysh, edhe kemi shumë ndërmarrje firma që gjithmonë na përgjigjen në mënyrën më të durë dhe më të mirën të mundshme. Sa janë të rëndësishme këto takime, ky bashkëpunim? Kjo është e rëndësishme ky bashkëpunim me sport, s'po flasim, është një po na është shumë e rëndësishme se na nifem gjithë në veti, edhe si familjar, do të thotë edhe çdo gjë që bëhet nëpër sport bëhen në mënyrë familjare, edhe po nifem familjet e veti, janë martesat që bëhen, se futbolli ka shumë gjëra tjera, më së pakti futbolli. Më shumë është familja që ngjihem në veti ne, mos ishte klubi, na nuk ishin taku, ndoshta shumë rrallë ose në punë ose ndan punë, po kështu kemi takime me sport edhe me familje, dëgjohem, rrim, bisedojmë, shkembejmë edhe biznes bëjmë, gjitha firmat bëjmë biznes me veti, kjo është edhe më shumë se sporti. Quhem Betim Zeqiri, vi nga Vitinja, fshatit Goshic, dhe jetoj në Pajern që 20 vite. Jam përkrahas i klubit Iliria i formimit të saj, si një sporter, jo që jam diçka në udhëheqësi, po i përkraj, shkak se unë kam 2 fëmijë, prezantoj armën e fëmijëve të mi, duke i ndjek Ilirinë dhe duke i ndjek sportin shqiptar në përgjithësi. Dhe për atë punën shkoj gjithmonë, se edhe kur kanë fest, po edhe kur kanë lojë, mundona gjithmonë të kon prezant me prezantën time në klubin e Ilirisë. Edhe me një pasat do një përkrarje të vogël,
por më jam mësua fëmijëve të mi që komiteti shqiptar ka nevojë për përkrahjen e secillit. Sa është e rëndësishme ky bashkëpunim, domethënë ndërgata publike, sa është e rëndësishme? Kjo është shumë një rëndësishëm i mirë, por shkak se komuniteti sa herë që është i bashkuar, i ndihmon edhe sportit, po edhe kulturës shqiptare në përgjithësi, në dy anë. Gjashta vjeqe me falenderu tonë komunitetin e shqiptarëve që në arsunte në darkë të FC Ilirisë, si me sponsora, si me donatora, si me shoqni, si gjithësili shqiptar këtë rrëthin tonë, shumë faleminderit se po vini më në një mu, se është për rini, një që aty dhe për klub, jemi në strukturë ka dole më mënu do të letar trimi për unë, me bon një shoqni tonë, me bashkëpunu bashkë tonë me tri, me matë vjetër me sanë, jem të mënu i bo sanet, mirë trenerin e kemi në ru që sezon, do i me morë Granit Regjen, një trener tri, e kem pas trenerin Paris League që sezon, përnrojmë trenerin për më mënu më jetës ma përparen sukur si vjetë. Dhe kem pas pak vitin nërmjet, a shpëton pëdim na përshimet ka një mujt dite, e kem pas sezonin pak zërë në fillim, dhe sa i mihi ka daldale në kampionat, veç ka daldale kemu përmisu me klube me krejt ka daldale me trenerin e ri, kem besaj më bërë rezultate shumë të mira. Do të besoj se deri në fund të sezonit ka arrinjat qëllimit për ta stabilizu, për ta krijuar ekipin që dëshironi dhe tek nga viti i ardhshëm apo në sezonin tjetër. Absolut. Dojmë gjithçesh me stabilizu klubin se kem pas ardhe dalje të tarve. Sot sodet është gjithçesh me stabilizu klubin dhe me thonë me rezultate, me sane si vjetë. Në vitin e arshëm, kësmet për Zotit, me bon një ekip për me rujt rolet e para në ligë tonë, trete ligë. Është një ndjenjë shumë e mirë se kemi nevojë për mbrëmje të tilla. Është një gjë shumë e mirë pasi na bashkon gjithë shqiptarëve që jemi këtu në rrethin të Pajirnit. Edhe është një ndjenjë shumë e mirë se bëhem ne gjithë bashkë edhe kalojmë shumë mirë, kemi nevojë për mbrëmje të tilla. Është e rëndësishme të thuhet se përveç se e përkrahni ekipin në tribuna, në stadion, po edhe në këtë forma të organizimit të tjera jemi në rrethras. Do sa kjo i ndihmon te komuniteti. Megjithëse jemi në tribunat stadiumit çdo herë që Iliria kaloi, kontribuojmë edhe në mënyra të tilla me bashkimin e gjithë shqiptarëve. Edhe shpresojmë vazhdojmë tutje me FC Ilirin edhe të kemi sukseset më të tjeshme. Deux bons cadeaux chez C'est lui-même qui a gagné.
kamerët, lutem. Alors, Musa! O Mus! Zemi buono. Musa. Zemi buono. tu pourras nous l'offrir peut-être. Dorine. Pour la petite histoire, il a acheté 2 cartes, hein, pas plus. Merci beaucoup. Është nderi veçantë për klubin i Liria, falenderoj një falëndrim për zemërt për klubin i Liria sonte. Jam krenar që e kom marrë çmimin kryesor të mbrëmjes. Edhe nuk di ç'them, jam pak i emocionuar, por jam si tifoz i rregullt i klubit i Liria dhe jam krenar që e kom fitu këtë çmim për sonte. E falenderoj gjithë këta të pranishëm. Është krenari që në Zvicër çdo vit organizohet kjo farë mbrëmje kryesore për klubin i Liria dhe nuk di ç'them, pak jam i emocionuar dhe kështu me radhë. Në gjuhën shqipe për zotrin Kasam Selimi, një falënderim i veçantë shkon edhe për zotrin Kasam Selimi nga kanali Sporti Shqiptar në Mërgim. Ky ka bërë një punë të jashtëzakonshme duke promovuar sportin shqiptar në diasporë me profesionalizëm, pasion dhe përkushtim të madh. Si një shen mirënjohje për gjithë kontributin e tij, në fund të kësaj diskuri do t'ja dorëzoj një certifikat mirënjohje, e cila simbolizon respektin ton të thellë dhe vlerësimin për punën e tij të paqëmuar. Përshëndetje të pranishëm, vëllezër të nderuar, faleminderit shumë që gjithmonë e sa herë që jam te Iliria pritem, nderohem, e respektohem si një vllau juaj, si një bashkombas i juaj. Iliria është ndoshta ndër klubet më të fundit që e kam njohur, po te Iliria gjithmonë me presin dhe nderojnë aq shumë saqë unë jam falënderues dhe mirënjohës për punën e përbashkët, për kontributin e përbashkët, për angazhimin e përbashkët dhe për këtë unitet të cilët ju e boni, e keni bërë dhe vazhdoni ta shtoni midis jush. Unë jam një ndër përkrahësit e juaj, një përkrahës i vogël, po ajo çfarë ju boni vërtet është për të dhënë mbështetje, për të dhënë përkrahje dhe te unë si individ, si emision Sporti Shqiptar në Mërgim, gjithmonë do ta gjeni përkrahjen dhe mbështetjen. Faleminderit dhe u bafsha kështu gjithmonë të bashkuar dhe të unifikuar.
Më të falimdru edhe ty se të kem Jaran, të kem Tana, të falimderit shumë që e këto, se Tana jetë për na për cjell, truj Zoti, shumë falimderit pi FC Iliris, shumë falimderit e shumë falimderit tonë shqiptarëve se na ndihmojnë. Shumë falimderit për ju shumë që jeni gjithmonë prezent si mision, gjithmonë jeni prezent me neve si këtu, si në Dardani. Ju falemderojmë shumë për punën e juaj që e bënit përhershëm. De 100 francs, une veste courte FC Illyria offerte par SB Sport d'une valeur de 100 francs, un ballon de match officiel offert par SB Sport d'une